Është ajo droga në lëkurën e qingjave, është perlë, por e viçave, ç'a ishte, ajo e viçave, deleve, çfarë perlë, e kafshëve. Hiqe këtë, hiqe ledi, hiqe se kjo s'ka vlerë fare, valla, kjo ishte shplarje truri prapë sot e Ramsit. Hiqe të bëjmë atë deleve plak. Kokaina që erdhi nga cili shtet ka ardhur më aman, morbo. Nga Venezuela dhe Kolumbia. Jo Venezuela, plak. Kolumbia dhe Venezuela. Spak në aksion, trafik kokaine dhe operacione blitz, mos, nga mungon ajo e kafshëve. Bos. E kam bërtullin nga bimun këtu. Nga mungon e kafshëve, ishte e madhe? E mblodhëm. Gjuna, pa ajo është e lajmi që duhet jetë e alkur e kafshëve. Ati ishte e lajmi. E tani letjo se bëndot, spak në aksion, trafik kokaine dhe operacione blitz, mos. Ja, kjo ishte, befason spak trafik kokaine nga Amerika Latine për mes lëkurës kafshëve. Kjo duhet ishte titulli. Po shënsi ka iku, dojën dhe këserate, do t'i shtu vetëm këto punë, është e pa mundu ndryshe. O ti, o Sokol, digjo Arianin. Digjo o Sokol, që është kjo mërbur, qarë është kjo mërbur, trafik kokaine nga Amerika Latine për mes lëkurës kafshëve. Se nuk është lajmi trafik kokaine, kjo e di, ja është i math ledjo kështë e ruat edhe tjetërën e no, shiveqik. E plasti titullin tjetër, është i math. Prandaj është ledjo ai. Ishte gati, po. Bravo, janë të gjitha ati opcionet. Nese, o Sokol, shkurtimisht se s'kemi kodla. Shumë shkurtimisht. 3 herë është tentuar kjo në Shqipëri, 3 herë është kapë. Seriozisht e ke? Po në shlukur ka, e pa njerë shkafshë janë këto njerë. Unë mere me detajet të tjera, s'mere me kokainën. Gjito loj, janë lëkur kafshë, gjito loj delet, gjito loj kafshë. Pra, ne thjesht importojmë lëkurën. Importojmë lëkurën. Po lëkurën me kafshë për qa e përdorim? Pe përdorin janë këto firmat, nuk e di për qa. O më ju, o qura, dini gjiu lëkurë e kafshë për qa vjen këtu, bas? Kjo ka qenë... Lëkurë e kafshë për qa shërben, bas? Por kjo ka qenë me... Për roba, thua ti? Për roba, për... Kjo është është nga DEA. Nga? Nga DEA. DEA e kishtë informacionin. DEA dha prokurorisë shqiptare. Ti thua është herë tret që kapen këta me lëkurë kafshë? Po. Si të më dhe janë kap 2 herë dhe provojnë prapë? Jo të njëjtët. Kjo është janë të rinjë. Ta shpjegoj, pastaj do të tregoj edhe mekanizmin. Po vetëm se shumë shkurt. Po, shumë shkurt. Këtë mekanizëm e bëjmë vetëm kolumbianë. Pra është nga Kolumbia këtë trafik? Po. Vinë 2 kimistët kolumbianë punojnë në Shqipëri. Kokainë nga Amerika Latine dhe Shqipërisë për mes lëkurës kafshëve, spak mbylletimet për 10 antarë dhe grupit kriminal, si vindje mjelli dhe skema që ndiqe. Këta të 2 kush janë tani? Këta janë të arrestuarit. Kjo do të shkonde në frakull të Fierit. Ishte me frakull të Fierit. Ka 2 në fakt. Vinde nga Amerika Latine, informacioni ishte ideja, skaloj nga Malizi, nuk u la, në momentin që shkoj në frakull aty u ndalua. Ishte një mënyrë. Kuptova këtë, bo sa shpejt i ke pyetën? Atëre. Se mi ike nga Malizin vatë në frakull. Ishte me informacion ku do zbriste nga DEA. U nis nga Kolumbia të vinte drejt Shqipërisë. Kur erdhi dhe doli, hyrja ishte nga Malizi. Për sekundë, si kur erdhi kur doli, nuk e kuptova. Erdhi u fut Shqipëri njerë? U fut. Në Durrës? Në frakull. Do ndalojë. Dale më dale, erdi me anije më nga Kolumbia. Me anije, pra me anije. Po anija ku ndalojë më? Cif, qëfar ishte? Cif Durrës? Se kjo më intereson mua. Pra ka nga Kolumbia me anije. Tani, kjo e... nga Malizit të Durrës. Republika... Kjo e Deut. Nga Republika Dominikane është kjo. Kjo, ajo Dominikania është e rasti i Krujës. Kjo që po flasim është e frakullit. Kjo është me, thoja, plek i mik dhe lëkurë. Si me plek i mik? Me plek i mik. Dhe ka dhe një histori të jashtëzakonshme që një nga doganierët i vogël. Një sekondë. Bu si me ikën, jo mos me ikë detajet, shumë të lutem një sekondë. Atëre. Një sekondë, kort të lutem, please. Kjo fix, kjo, ka 2, se bëhet... Mua më duhet e para mënyra transportit, si ka ardhu, dhe e dyta, si futet drogat e lëkurë e kafshëve. Atëre. Pra, kjo lëkurë e kafshëve, duhet jetë një lëkurë të mërësisht e gjerë, që është hapet dhe futet gjera brënda, po si? Jo, inkorporohet. Është brënda, nuk është në sasi. Po si? Lyhet me ujë, do më thënë kokaina... Këtë më shpjegon më. Atëre, ujë me kokainë, solucion me kokainë, zhytet lëkura në solucion me kokainë dhe e përthis kokainën, ti nuk e sheh, ti mund ta kalosh xhaket. Jo, ka mundësi jo. O jo. Vjen kolumbiani, po pse e dështon? Sepse nuk ka kimist në Shqipëri ta bëj.
heqjen e kokainës nga lëkura. Dare pa një sekund, kokaina është pluri bardhë, më zotri. Po, inkorporohet brenda në lëkurë. Si inkorporohet në lëkurë, më dhe? Dhe në vaska, me ujë. Shkrihet kokaina. Shkrihet kokaina dhe inkorporohet e thith lëkura. E thith lëkura. Kur vjen do njëjtin proces kimik. Kur vjen do proces kimik të njëjtë. Lëkura në këto momente, nuk është lëkurë e thatë, është lëkurë e njom? Lëkurë e thatë më, po, e thajnë ata. E ka kokainën brenda, po nuk e ka me qese. E ka me grimca. Si mund të thithi lëkurë e thatë kokainën brenda, më rëburë? Për situacione kimike ke dhe... është cilësh 1000 postiqe nga Kolumbia, cilat se cila mban nga 1 kg drogë. Pra, po si fute droga, po jo, nuk është njësoj. Ka një proces kimik, me solucion, është proces kimik. Pra nuk janë thjesht qese droge që futen në mes të kurës. Është solucion, është shkrirë, dhe është e inkorporuar. Si të themun, ti hedhim një kanatjere ujë. E hedh kanatjeres ujë, kur e shtrydh, e nxjerr prapë ujin kanatjere. Dhe ti thua që droga nuk duket, pra ti e merr Jo, pra jo, nuk duket si xhaket më. Duket kështu, nuk dallohet nga askush. Dhe tani më fal, pse duhen kimistët që ta nxjerrin drogën nga lëkura? Sepse të njëjtin proces ka ajo për ta nxjerrë nga lëkura. Siç inkorporohet, duhet të kesh Siç ai që inkorporon. Po pse komplikojnë kaq shumë vlla? Sepse kjo është mënyrë ndoshta sepse kjo është e pakapshme. Po ndërkohë kanë kap 2 herë thotë. Po sepse ishte Dea mo që po e kontrollonte se ishte dorë e madhe. Këta ranë në Dea, mund të kenë kaluar të tjerë dhe nëse dim dhe e kanë bërë. Perl, më burçat, më falë, më farë se ndërë të çmon. Tani ka një, jo, nuk ka, ka një gjë që... është Breaking Bad, më Breaking Bad. Në Shqipëri... Breaking Bad është më shumë se Breaking Bad, kjo më bërë. Breaking Bad i shket ata i bëjnë atje në për ato e pruvetat e kupton. Se bie kjo në sy. Se bie kjo në sy në Shqipëri. Sepse nuk ka kimist në Shqipëri që ta bëjnë shkrirjen e kokainës nga këto... Po pse e sjellin Shqipëri atëre? Por vinë kolumbianët që e bëjnë ata. Vinë këtu? Po. Prandaj kanë panu gjitha kolumbianët për rrugë këtu. Tani, dhe kur vinë kolumbianët, bie në sy. Edhe janë direkt. Por e di se kolumbianë ke Tiranë, me këtë punë merren. Ka pas sa futbollistë kolumbianë. Urdhë? Ka dhe futbollistë kolumbianë. Jo, ka brazilianë. Janë brazilianë. Shiko, vetëm kolumbianët... E flasin spanjisht, kolumbianë nga një vend. Do të shpjegoj dhe historikë. Jo, brazilianët bile nuk flasin spanjisht, flasin portugalisht. Shqiptarët kur dolën dhe nuk ishin tregtar të mëdhenj të drogës, kishin një problem. Nuk dinin të përzjenin drogën. Droga kur ti e blen, nuk shitet ashtu se të vret. Është me 94% pastërti. E vret zemrën e njeriu. Është si punë e xhinit që duhet të jedhësh çubur. Jo, më xhini pijet nuk. Tonik. Jo, më xhini pijet. A bashkë për tani. Po pijet. Mund ta pish, po është alkool laktar apo? Po. Xhini nuk vret. Ka ustallë ajo punë. Xhini nuk vret. Atëre shqiptarët e kishin shumë problem se nuk dinin ta shpërndanin. Dhe pastaj filluan ta përzinin. Dhe filluan kimistëve italian, ata që dinin, i çuan në shqiptar që mësuan. Dhe ata ishin më të rëndësishmit. Dhe me çfarë? Italianët ishin mjeshtrat. Ata mjeshtrat gatuar ata. Ata ishin për tamam gatim. Po, ata ishin për përzierje, jo për këtë mënyrë. Por normal bashkë i bëjnë pas. E kanë shpikur. Shtoj vetëm një element, Kolin, lutem qoftë më jo. Po. Atë flitet që sasia më e madhe që është munduar të prodhohet nga kokaina e pastër, ka ndodhur në familjet e Casal di Principes, që janë pjesë e në familjet Casal di Principe. Di Principe. Ku bie kjo? Napoli, zonë ku thuhet që vetëm nëpërmjet 3 kileve kokainë pastër janë prodhuar 300 kg. Dhe kjo është arsyeja pse ata fitojnë aq shumë, sepse nëpërmjet 3 kg kafe nxirr 120 kafe. Po, normal. Ti je ustate gjerokasti të paparja. Kimistët janë procese domosdoshëm brenda përpunimit, nxjerrjes ose qoftë edhe importimit me këto mënyra të inkubatorit. Po Breaking Bad, kotu po seriali më i famshëm. Dhe kjo që do të pëlqejë, një nga madh kimia kimistët sot janë tmerësisht kërkuar. Se kjo po kolumbianët kaq shumë më dhanë për Tiranë më burr. Çani këto e parave të bankave që vjedhin që shpërndahet ajo boja. Kjo do të pëlqejë shumë në kur paratë e bankave vjedhin ose grabiten, është një bojë që shpërndahet, që këto sa hapet. Dhe nevojiten kimist specifik që din të heqin bojën dhe... Po këtu në Shqipëri s'kemi fare me koli, ha? Jo, nuk din. Janë kolumbian ata që vinë. Prandaj nga që binë... Nuk janë italian, thoti? Jo. Këta të kafshët, jo. Ata janë për zjerje. Jo, kjo. Nësa këta të kafshët janë vetëm kolumbian? Janë dhe të plek kimik. Dhe do të tregoj një që do të pëlqej. Kur erdi se kjo e frakullës, kjo ka ardhur me plek kimik. Kjo ka shkuar në frakull? Po. Kjo është... Pse në frakull? Frakulla bie në Fier, është fshat? Po, ishte një ish kryetar komune që e organizonte këtë. Po është kapur ai? U kap. Bashkë me këta çunat? Po. Mirë po, u nda në dy, se nuk ishin vetëm këta. Me të njëjtën organizat, një do shkonte në frakull, që ishte me plek kimik, një do shkonte në fushkruj,
me lëkurë kafshësh. Dhe kjo e pleut kimik, kjo ka një histori super. Duke qenë kjo erdhi nga Durrësi, ajo erdhi nga Malizi. Kjo nga Durrësi, i doganier tha... Si e pleut kimik? Kjo e pleut kimik erdhi nga porti i Durrësit. Pleut kimik, çdo më thënë, drog ku? Kokainë ku? Komparuar pra dhe ajo. Në ple kimik? Po. Dhe do vinin 2 kolumbianët, u arrestuan kolumbianët. Nuk është gjinaqin nga smënjë damë. Do i fusnin sërish në... se nuk kapet. Tani, qa ndodhi? Një nga doganierët, se doganierët në Shqipëri duan me marrë çdo gjë. Duke pa ple kimik, normalisht ai mendoi që një thes, me ple kimik, maksimumi mund të bëj kujdiun 20-30.000 lekë. Ose më shumë, se mos ja fus kot. Mund të bëj dhe 100.000 lekë vjetë. Dhe kur ja zhdoganoi këto që po futeshin, i tha, ky kam i lop të shtëpia, ti marrun 2 thas nga këta, burse që ka e mbirë kjo. Doganieri, dhe ja mori. Kishte lop të shtëpia? Po, dhe ja mori. Mori kimik të jepte lopës? Po ja mori, ishte, këta nuk i doshin dot, donin me ik, ishte pjesa tjetër, ata kishin tonelata me kimik. I mori 2 thas. Imagjino ku shpinte lopë, Plisnin telefon. Po i zekon, po lopa vdiqja? Po e diu, nuk e di, se kam djegur. Lajmi ky është vdiq lopa. Lopa pa. Nuk merren drogën. Po që e vlerat e qumshtit. E vlerat e qumshtit. Ose Leti o plasin pikap, të këtë lopën, Leti, nuk mund të hapur në... Nuk mund të mërë, Leti, o Lopën e frashur. Wow, what çfarë flerë, Tani, këtë në fakt, është ndarë në 2 procedurë. Ne nuk ti fatin e lopës, po tje, këpëton? Këtë në fakt... Uroj mos këtë qenë demë, se unë danë. Shmundur, lopa e shmundur, nuk e dalë kohë. është një ndër... Në fakt, është një ndër hetimet më serioze të bëra nga kjo. Kjo lopës apo e... Të dyja këto grupet kriminale, sepse kjo është e pa... Po është deja për të pra, është deja në gjitha në dyja rastet. është e pa dukshme. Dhe kjo është mënyra që qarkullon. Po këta dejas nga i dinë? A e di që OKB-ja... Djegin originë. OKB-ja... Jo, nga i dinë këto formulat, them. Shiko, do t'jetë shumë interesante... Do t'jetë shumë interesante dhe kjo. Për para 10 vitesh, kur ende nuk ishte spaku, nuk ishte dalë, OKB-ja i dërgoi prokurorisë krimeve të rënda në Shqipëri një relacion për një drogë të re që kishte dalë. Droga ishte në formën e kërpudhave, të cilat mund të zvendësonin kroskotin e makinës. Pra në vend kroskotit makinës, ishin kërpudha halucinante me drogë. Kroskoti. Ishte i kthyer, po nuk dalloi. Haje kroskotit, ndërkohë haje kërpudha me drogë. Kroskot makinës. Po kroskot këtë quanti, kroskoti është ai që fut gjëra, që fut letrat e makinës. Kroskoti. Gjithë kroskoti më para. Kroskoti. Ishte i shndruar, edhe e kishte kapur, OKB-ja ja nisi. Dhe në letrën që i dërgonte prokurorisë së krimeve të rënda, në ato po, se ja dërgoi gjithë prokurorive në botë. Po OKB-ja ç'në që merret me këto? Po OKB-ja merret me drograt. Ajo i cilëson se kush quhet drog apo jo. Dakord, jo OKB-ja, po është një komision atje në OKB që merret. Komisioni OKB. OKB-ja e thash unë që mos merrem me komisioni për lehtësi komunikimi. Qartë. Edhe për e kuptova. Po OKB-ja në kap, ajo e cilëson, për shembull, ka shumë kohë që OKB-ja po përpiqet ta heqi ashashin nga drograt. Po kërkon ta heqi. Po normal se po e legalizon gjithandej. Dhe i ka pranuar shumë vende. Ama OKB-ja nuk të lejon për 1, 2, 3, 4 të cilat janë droga i dënon këto në traktatet që nxjerr. Normal. Sepse te OKB-ja dalin edhe ligjet. Tani në Shqipëri ai nuk dallonte dot se kush ishte kokaina. Jo më të kuptonte një kroskot që në mendjen e tij ishte një histori të cilën e kapte jo imagjinata, po e pa imagjinueshmja që në kroskot, në tishte në... Po pse quan kërpudh tjetër? Kërpudh ishte, halucinant. Dakord. Po, kërpudhat janë më të rrezikshme. Dhe po të dhe po të shkruaj këtë kroskotit, nuk e kuptoj fare që ishte kërpudh. Nuk e kuptoja më ishte formë, ashtu e kishin krijuar. Bota kap, këto janë drogra sintetike. Dhe drogat sintetike ecin... Rasti konkret është kokainë, nuk ka lidhje. Jo, kjo është kokainë. Dëgjoj tani. Kokainë. Faleminderit Kolia i paparo, kënaqja sot me ty. Tretet kokaina në ujë, më thot. Po. Më vjen mesazh. Jo në ujë, solucion. Prit, për këtë rastin e lëkurës. Solucion. Tretet kokaina në ujë, po kur thot ujë ky solucion, po i bie edhe ky shkurtër. I shkurt. Tretet kokaina në ujë. Ngjyen lëkurën në kokainën e tretur në ujë, thot, dhe e transporton si lëkurë kafshësh. Po. Prit. Pasi e ke çuar në destinacion, e njon përsëri lëkurën.
kullon kokainën e tretur dhe të tharë mbi lëkura, pastaj mbledh solucionin e thanë përsëri dhe të mbetet kokainë e pastër. Po këtë nuk e bëjnë dot shqiptarët. Ky është procesi. Po, ky është procesi si ta thash. Po nuk e bëjnë dot shqiptarët. Tani para sa mbyllim me një fjalë. Pse në Frakull Frakulli është një fshat që ne shohim se vemi në jug, në Gjirokastër për shembull, kur ikën në jug ndaj që do të ikësh Gjirokastër, jo këtej nga Vlora, po kur merr rrugën për, der Frakullat janë tabele, mban më ti. Nuk je sa lagësh nga rruga kryesore. Frakull, je sa lagësh, distancë e shkurtër. Dhe është fshat i Bashkët apo i Fierit ky? Frakulla i Fierit. I Fierit. I Fierit. E para pse në Frakull ti ka qenë ish kryetari i komunës që është ashtu? Po, ish kryetari i komunës. Po lëkurat janë kapur në Frakull? Lëkurat janë kapur në një fshat fushkrujës. Ajo është tjetër procentim. Pra duke patur 2 procentime, ky i kanë ndarë. Janë 2 dërgesat... Po në Frakull çfarë është kapur? Pleu kimik. Me lopën. Është pleu kimik, është tjetër gjë. I doganierit. Ajo me lëkurën është kapur në fushkrujë, në fshat fushkrujës. Ishte laboratori atje. Laborator, po pa kimist. Kimisi do vinde më kolumbiani. Nuk erdi dot. Po, u kap droga. Po kolumbiani erdi kolumbiani. Në të dyja rastet Frakulla ishte për herë të parë se ishte me përgjime. Kjo e fushkrujës ata mund ta kishin bërë dhe herë të tjera. Ne nuk vëm dot dorën në zjarr. Ata u kapën sepse bie në sy lëvizjet e kolumbianëve kur hynë në Shqipëri. E kuptova. Prandaj kur ditën që një shqiptar do ta mësoj këtë mënyrë se si arrihet nxjerrja dhe përdorimi i solucionit dhe inkorporimi i kokainës në lëkurat e kafshëve, këtu ka për të bërë nami sa askush nuk ka për ta kuptuar më. Sepse nga kapesh, se në Shqipëri sa hyn një kolumbian bien sy me njerë, se nuk janë të shpesht kolumbian. Po t'ishte italian, nuk do kishte problem, se italianët në Shqipëri hyn me shumicë. Po t'ishte nga vinë këta, kam parë shumë tani që punojnë në Shqipëri, nuk di, vinë nga Indonezia, Tajlanda, po t'ishte, prap nuk do binden së, se po vinë Filipinez, sepse po vinë me qindra dhe mirat punojnë në Shqipëri. Po edhe kolumbianët bjen më së ty tani, më burr. Jo, bjen se pak janë. Nuk janë kolumbian për të punuar në Shqipëri, gjithë janë me këtë punë. Problem. Dhe prandaj bie në sy dhe hyn në... A do rishte pak me ne të lutem? Sa të biçim më vetë me çunat, po. Kjo tregon vetëm diçka çan. Jepi Marsi. Që mësuesit tonë kimis që janë në Shqipëri janë të paftë, që nuk kanë prodhuar ekspert këtij niveli. Një Breaking Bad. Po. Çfarë perle më burgjë. Vetë mund ta bëjnë ata. Vetë bëjnë. Po. Po nuk futen. Vetë bëjnë se nuk besoj të do jetë një proces kaq i vështirë. Interesante shumë është kjo. Po do marrim koli një ditë. Pa kemi dhe ne Walter White-in ton. Kjo është i pa dalë në... Tamam, si e ka emrin, si harroj gjithmonë. Walter White, ose Heisenberg. I papar. Plaset fabula politike në ekran, Ledio.